Të gjithë perceptimi ishte që po të bjerja Ametaj, iku qeveria. Ametaj iku të u harrua dhe qeveria tha që e larguam dhe një hajdut, dhe tani jemi më të fortë. Të gjithë një të bindur, po të bjeri Veliaj, numri 2 politike tjere, qeveria bie, e njëjta gjë. Unë jam i bindur që edhe Rama po të arrestohet, do zgjedhë i kryeministër tjetër, sepse çfarë ndodh këtu? Ministrat nuk janë gur shahu, që e hëngri mbreti ushtarin dhe ushtari del jashtë. Këtë merr të tjetrin. Vazhdo numri në vend. Ka ca zgjidhje që nuk i bën vetëm burgu. Zgjidhja është politike. Nuk mund të ketë burg për të gjithë njerëzit e përfshirë në korrupsion. Sepse ka shumë afera që nuk zbulohen dot. Atëherë është zgjidhja politike. Ajo që është absurde në këtë vend është me gjithë këtë gamë të madhe aferash, histori, burgosje, hetime, kërkime, gjykime, opozita nuk ka qenë në gjendje ta rris kreditet e saj politike. A mjafton vetëm argumenti i farsës zgjedhore? Tani. Unë mendoj që përveç kësaj, nuk mjafton fakti që qeveria është e korruptuar, që kjo opozita që është këtu të vinë në pushtet. Jo. Kjo opozita është absolutisht një opozitë shumë e mirë, është opozita më e mirë që kemi pas ndonjëherë. Opozitë hetimore, 10 tradosje, 3 çereku i atyre që janë sot në probleme me drejtsinë janë denoncimet e opozitës, përfshirë dhe zonjën Ballogu. Por opozita nuk është agjenci lufte kundër korrupsionit, nuk është OJQ antikorrupsion, që të punoj me këtë qëllim. As nuk është oponenca e qeverisë që të ndihmojë në përmirësimin e imazhit, të përmirësimin e punës së qeverisë. Jo. Opozita është këtu si një alternativë qeverisë dhe korrupsionin, aferat, pafsinë e qeverisë do duhet t'i shfrytëzoj politikisht për të rritur veten, por së pari duhet të jetë alternativë qeverisëse. Kjo opozitë që kemi ne sot është agjenci shumë e mirë antikorrupsion, por nuk është alternativë qeverisëse. Dhe nëse nuk do arrit të bëhet, Rama do vazhdoj të rritë një mandat tjetër. Po zoti Kalima? Ne nuk kemi asnjë rast tjetër përmenda Evropën lindore, natyrisht jo në Evropën perëndimore, as në Indien e Mesme, as në Afrikën nënsahariane, që një numër kaq i madh ministrash, deputetësh, kryebashkiakësh, bashkëpunëtorësh të ngushtë, të kenë rënë në burg apo të jenë rrugës për atje, dhe qeveria të rezistoj, madje dhe të fitoj zgjedhjet, si kundër ka bërë. Por djalli flen detaje. Ne patëm zgjedhjet e fundit lokale, pjesëmarrja që 18%, në Vlorë që 12.4%. Pra 12.4% që janë vetëm punonjësit e bashkisë dhe prefekturës Vlorës, kanë votuar për bashkinë atij qyteti. A është legjitime kjo? Dhe të gjithë projektorët njëkohësisht drejtojnë drejt opozitës dhe thonë ja kjo është paaftësia e opozitës. Jo, e pare punës një herë është elefanti në dhomë, që është keqeverisja. Pra një qeverisje që nuk frymëzon më, një qeverisje që s'ka çfarë ofron më, një qeverisje që ka 2-3 mandatet e fundit i ka marrë pa program, ne s'kemi pa program. Pa të gjithë programit të Partisë Socialiste kësaj radhe, vetëm pas ishte vetëm Shqipëria në 2030-ën dhe pas asaj bëri një program shtator, domethënë po zgjedhjet u bën në maj. Përveç pastaj nuk po i futemi paragullësive zgjedhore sepse aty vetëm nga reforma territoriale administrative nga 72 deputet ka marrë 83 plus 3 deputet, domethënë për mos t'i futur pastaj gjithë pjesës së salamandrës dhe gjithë pjesës së trenit bullgare me radhë. Por t'i lëm këto, se kemi diskutuar në emisione tjera, bim te opozita apo jo. Që është tani natyrisht. Dhe ajo që thotë zoti Kikia, që duhet të jetë alternativë, duhet të jesh alternativë qeverisë. Ne jetojmë në këtë si udhjes këtu. Dhe do krahasohemi me këto që kemi rreth Evropës, se s'mund të krahasohemi me në Maqedoninë e Veriut, si është situata e opozitës. Aty keni pyetur, si është situata në Bosnjë Hercegovinë, si është situata në Serbi, se aty kanë 8 muaj që po bëjnë protestë studentët. Ka një korrupsion galopant. Ka një qeverisje që është Vučići një 25 vitet e fundit, që është edhe president, edhe kryeministër, edhe kryetar kuvendi, ka të gjitha atributet. Si është situata në Malinezi? Pra ne tani do krahasohemi me këto